Zonja Tereza, në këtë bashkëpunim të Qendrës Artizane Zadrim me Institutin e Bashkive të Shqipërisë për riciklimin dhe ripërdorimin e tekstileve, ç'mund të na thoni, si kanë vajt trajnimet në këtë aspekt, dhe nëse keni ndonjë kërkesë apo ndonjë sugjerim? Ky bashkëpunim na ka shkuar shumë mirë. Është hera dytë që po bëjmë me një gjitha gratë e lerës, një gjitha gratë artizane, dhe jena shumë të kënaqur edhe për trajnuesit. Do me thënë, falenderojmë edhe ambasadën australiane që na ka mundësu këtë projekt. Do me thënë, inshallah edhe kena shpresë që të vazhdojmë edhe më gjatë dhe këto lloj mish nuk do t'i lëshojmë asnjëherë. Shumë faleminderit. A mund ta thoni shkurtimisht praktikën tuaj për përdorimin e tekstileve? Patjetër, përdorimin e, do të thënë fillimisht do të thënë kena bën vetëm me riciklime, që e merrshim një triko, e shkatroshim, e pastroshim bukur, edhe kena bën stohën se me të drejtën edhe prodhimet e dikurshme kanë shumë më cilësore se sa. Dhe kena bën mrekullinë me ata. Edhe alo sot një fijem nafshi që e gjojmë të një materiali riciklueshëm, të një fije arit, një fije pamuk të bukur, e fusim për motive dhe na kanë dalë materialet shumë bukura. Shumë faleminderit dhe suksese. Faleminderit edhe juve, edhe me shumë respekte.